Gjykata e posaçme ka shpallur vendimet për dosjen sterilizimit, ku në akuzë janë 8 të pandehur që kanë pranuar gjykimin e shkurtuar. Në këtë proces është i përfshirë ish zëvendës ministri i Shëndetësisë, Klodian Rjepaj, si dhe biznesmeni Ilir Rapaj, përfaqësuesi i kompanisë koncesionare. Mes të akuzuarve ishin edhe anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Gjykata vendosi dënimin me 6 vite burg për Klodian Rjepajin, por për shkak të gjykimit shkurtuar dënimi ulet në 4 vite burg. Me 6 vite burg u dënua dhe Ilir Rapaj, dënim që po ashtu ulet në 4 vite për shkak të procedurës së shkurtuar. Ndërsa për Marcela Serianin u dha dënimi me 3 vite e 6 muaj burg, i cili me gjykim të shkurtuar ulet në 2 vite burg. Për të u vendos heqja e masës arrest në shtëpi, pasi e ka bërë dënimin me masë arresti në shtëpi. Në këtë dosje është i përfshirë edhe ish ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, por çështja ndaj tij është ndarë nga ky proces. Gjykimi për Beqajin po vijon me procedurë të zakonshme dhe nuk ishte pjesë e vendimarrjes së sotme. Vendimi i gjykatës posaçme mbyll fazën për të pandehurit që pranuan gjykimin e shkurtuar, ndërsa procesi për të akuzuarit e tjerë vijon veçmas. Konkretisht, GKK vendosi: Klodian Rjepaj dënohet 6 vite burg, me gjykim të shkurtuar 4 vite. Ilir Rapaj dënohet 6 vite burg, me gjykim të shkurtuar 4 vite. Marcela Seriani dënohet 3 vite e 6 muaj burg, me gjykim të shkurtuar 2 vite burg, heqja e masës arrest në shtëpi, pasi e ka bërë dënimin me masë arresti në shtëpi. Petric Mersini dënohet me shërbim prove, i hiqet masa detyrim paraqitje. Arben Gjata dënohet me shërbim prove. Gjens Byrazeri dënohet me 80 orë pune në interes publik. Naila Ayazi dënohet me shërbim prove.